Që quhet uququl walidain, ose ka një transmetim tjetër që thuhet ndërprerja e lidhjeve farefisnore, ose ndërprerja e lidhjeve të gjakut. I shkëput lidhjet me gjakun tënd. Dhe shkëputja e lidhjes së gjakut, kush është kryesorja? Si kemi lidhjet e gjakut me farefisin ose me gjakun tënd, kush është kryesori? Kush është i pari? Më e rëndësishme? Prindët. Prindi. Domethënë ti ndërpresësh lidhjet me prindërit tuaj ose që quhet cillesh keq me ta. Një njeri i cili sillet keq me prindërit e vet, ai njeri e ka dënimin me këtë dynja, do ta ketë dënimin dhe në ahiret nëse s'kërkon falje, nëse vdes ashtu, duke i nënçmu, duke i poshtru, duke i lëndu prindërit e vet, ai njeri edhe me këtë dynja do ketë dënimin, por edhe në ahiret. Gjithë ato njerëz të cilët janë sjell keq dhe sillen keq me prindërit e vet, ato nuk kanë sukses me këtë dynja. Ato prej dënimeve të Allahut është që nuk kanë sukses me këtë dynja. Ti ke njerëz të tillë për shembull, të cilët biznesi nuk i hec. Kanë probleme në jetën e vet përditshme, nuk kanë sukses, i mbyllën, nisën një punë, s'mund ta çojë deri në fund. E nisën një shkollë, e bën një vit edhe e lën. Ka një diplomë dhe s'mund gjen punë. Dhe po të shikosh historikun pakës, shikosh historikun dhe shikosh që i kanë lidhjet me prindit e vet dhe sjelljen e ka me prindit e vet shumë të keqe. Po të shikosh historinë e dietarëve të mëdhenj. Dietarëve flasim historinë e dietarëve në Islam. Gjithë ato që janë të njoftshëm. Ahmedi bin Hanbal, Ibn Jauzije. E kretë, po shikosh një histori, shikosh që kanë qenë sjell mirë me prindit e vet. Dhe Zoti Xhelle Xhelalu i ka dhënë sukses me këtë dynjë. Prandaj gjithë ato njerëz të cilët nuk sillen mirë dhe i maltretojnë, i keq përdorin prindit e vet, ato nuk kanë sukses me këtë dynjë dhe mos suksesi është një lloj dënimi që Allahu subhanahu Xhelle Xhelalu i dënon. Tregohet një rast, kjo ka ndodhur në vendet arabe. Tregohet një rast, një burr ka qenë sjell keq me nëna vet dhe nëna vet ka bërë një dua për të. Jo dua, ka bërë dua, ka thënë ty, Zoti kurrë mos furnizof me djem. Ty Zoti mos furnizof kurrë me djem. Gjë që nuk është mirë, pavarësisht se ne jemi prind, edhe nuk është mirë për shembull ti mallkojmë fëmijët ton. Ato fëmijë sillen keq dhe nuk është mirë me i mallku. Dhe jemi të ndaluar për profetit alayhi salatu wasalam që ne ti mallkojmë fëmijët ton. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam na ka këshilluar, ka thënë la tad'u. Është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam i cili ka thënë mos e mallkoni vetvetin e juaj. Mos e mallkoni fëmijët e juaj dhe mos i mallkoni pasurinë e juaj. Pse? Sepse nëse ne e mallkojmë vetvetin ton, ka raste të tilla që ty tu ka mush shpirti për shembull, problemet nga më ndryshme kësaj dynjaje, ose dikush edhe smundje diçka, dhe e mallkon vetvetin e vet. Mos e mallko vetvetin tënd, se ndoshta mund të mbjeri. Dhe mos e mallko fëmijët e tuaj. Pse? Sepse ai mallkimi mund të bjeri në kokën e fëmijëve tuaj. Dhe mos e mallkoni pasurinë e juaj. Pse? Sepse ndoshta e pasuri do bëhet sebeb mallkimi yt që shkatërrohet ajo pasuri. Në pas të hadithit profetit alayhi salatu wasalam, dhe kjo nan bën dua për djalin e vet, të ty Zoti mos t'i japi kur një herë djem. Vetëm vajza le të vinë. Edhe martohet ky krit vajza. Një mas një, 6, 7, 8. Vetëm vajza, nuk lindin djem. Kjo kupton që kjo është rezultati i duas nënës vet. Prandaj mos jemi të tillë që ti mushet shpirti prindit edhe të mallkoj prindi pastaj. Po të sillemi mirë me prindin, silluni mirë me prindin që të fitosh dua të mira. Sillu mirë me prindin që të kesh sukses me këtë dynja. Sillu mirë me prindin
Pse? Që të fitosh xhenetin Allahut subhane xhelle xhelalu. Prindi është haku parë është haku Allahut. Haku parë është haku Allahut. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah. Zoti ka po farz në tokë që ne ta madhnojmë, ti bëjmë ibadet Allahut subhane xhelle xhelalu. Mbas hakut Allahut kush është? Wa bil walidaini ihsana. Haku dytë është mirësjellja ndaj nanës edhe ndaj babës. Walidain në gjuhën arabe fyje para do nana, pastaj baba. Do thënë direkt mas hakut Allahut. Njeriu është i urdhëruar që të sillet mirë me prindin e vet. Pastaj ti marrësh lidhjet me gjakun tënd. Kemi thënë shpesh herë në ligjërata ndryshme që ka hadithet profetit alayhi salam i cili thotë kush i ka prej lidhjet me gjakun, i ka prej lidhjet me Allahun. Kush i ka prej lidhjet me gjakun e vet, me farifisin e vet, i ka prej lidhjet me Allahun. Do të thonë aq vepër e keqe është. Aq punë e keqe është. A e dini ju që ato njerëz të cilët i kanë prej lidhjet me gjakun e vet, nuk zbret mëshira Allahut mbi ta. Nuk zbret mëshira Allahut mbi ta. Ka transmetime të tilla prej profetit alayhi salatu wasalam, i cili kur ka qenë në haxh profeti alayhi salatu wasalam, ka shkuar në malin e Arafatit. Ditën e Arafatit. Është ngret profeti alayhi salatu wasalam bëj dua. Por para se me bë dua, profeti alayhi salatu wasalam i ka lajmëruar njerëzit. Ka thënë kush është midis jush që i ka prej lidhjet me gjakun e vet, le të dali. Mos më rri këtu te grupi. Mos rri midis njerëzve. Pse? Sepse bëhet sebeb që Zoti mos ta pranoj duan sebeb ai person. Sipas disa transmetive ngrehet ky njeri, njëri ka qenë që i ka pas shkëput lidhjet me tezën e vet. Si ka pas marrëdhëniet e mira me tezën e vet. Nuk ka fol me tezën e vet, është ngret, ka dal prej xhamati, prej njerëzve, ka hik ke tezja vet, ka shku ke tezja vet, është pajtu me tezën e vet dhe është kthy prap në atë mezhlisin, në atë vend kur ka qenë profeti alayhi salatu selam malin e Arafatit. Ka transmetime tjera, një prej dietarëve të mëdhenj ka thënë, unë nuk rri në një mezhlis, unë nuk ulem me një vend nëse është një person i cili ka prej lidhet me gjakun, unë nuk rri ul në atë vend ku është ai. Pse? Sepse nuk zbret rahmeti Allahut subhane xhelle xhela, nuk zbret mëshira Allahut azza wa xhel. Pra, ai njeri i cili i ka prej lidhet me gjakun, ai ka dënimin me këtë dynja dhe ka dënimin në ahiret. Nëse s'bën tobe, nëse s'kërkon falje Allahut, nëse kërkon falje, tjetër punë, ama ne flasim nëse nuk bën tobe dhe vdes ashtu, duke i prej marrëdhëniet me gjithë njerëzit familjar me gjakun e vet.